Kjo është një temë shumë delikate për mua në fakt, por e ndjeva shumë të udhëzuar dhe kam kohë që e ndjej. Dhe thjesht kam synimin e pastër që ndoshta dikush aty mund ta shohë të vlefshme dhe mund ta ndihmoj. Si temë. Sepse ka të bëjë me eksperiencë personale dhe ka të bëjë me faktin se si unë, si të thuash, nuk do thoja më poshta, por thjesht arrita që ta lija pas apo të shërohesha për depresionit, ankthit, stresit, të gjitha në një. Kur situata bëhet vërtet traumatike më pas, pra bëhet kaq e rëndë sa që mund shkaktoj dhe probleme të tjera shëndetësore që mua mi shkaktoi, por kjo do të doj një video tjetër në fakt, për pasojat dhe se si ja dola dhe me pasojat e saj. Por ideja është që çfarë bëra në momentin që e kisha si eksperiencë dhe çfarë më ndihmoi mua. Sepse kam marrë që kjo është ndryshme për gjithë secilin. Dhe nëse kjo metodë që unë kam bërë juve ju rezonon, do të thotë që ndoshta për dikë për jush që mund të jetë duke kaluar diçka tillë që nuk e uroj as pak, por ndoshta mund të jetë si një lloj rruge tjetër që ju mund të zgjidhni. Sepse të them të drejtën, kam qenë edhe në për shumë psikologë gjatë asaj periudhe, por askush nuk mund të më kuptonte. Dhe më duket sikur problemi ishte me mua. Në fakt nuk ishte fare problemi me mua, thjesht metodat e ofruara nuk ishin ato që më përputheshin mua. Dhe mu deshte të gjeja një rrugë timen. Sado që ishte shumë e vështirë, por mu deshte merja një vendim. Vendimi ishte shumë i vështirë, sepse nuk kisha përkrahje nga askush në këtë vendim. Prandaj edhe nëse ju, për shembull, ndodheni në një situatë që nuk ju kuptojnë, nuk keni përkrahje në atë që doni të bëni, por thjesht e ndjeni që është rruga e duhur, bëjeni, merrni riskun përsipër. E di që mund të jetë vështirë, por fundja nëse nuk mendon askush për ju dhe nuk mendoni ju për veten tuaj, kush do ta bëj? Pra dikush duhet mendoj apo jo. Bëuni ju ai person që mendon për veten tuaj, nëse nuk është askush rreth jush. Edhe nëse kjo do thotë që të zgjidhni një rrugë që të tjerët nuk e aprovojnë apo duket e çuditshme. Për shembull, unë zgjodha, e di që mund të duket pak, si thua, pse heq dorë kaq lehtë, por në fakt arrita deri në pikën e fundit. Dhe arrita në pikën e fundit dhe thash, unë nuk mund të vazhdoj të jetoj më nëse unë vazhdoj të shkoj tek i njëjti vend që më shkakton këtë lloj traume. Dhe vendosa të heq dorë dhe të largohem. Dhe vetëm ky vendimi imi bëri që diçka tek unë të ndryshoj. Dhe vendimin e mora në darkë. Të nesërmen kur ngrita në mëngjes, ngrita si një person tjetër. Besojni ose jo këtë, por isha totalisht një person i ri dhe thjesht në mendjen time unë, si thua, në momentin që ju përjetoni në fakt situata shumë traumatike, trupi kalon në një gjendje mbijetese. Çdo lloj organi është në gjendje mbijetese, çdo lloj qelizë në trupin tuaj është në gjendje alarmi dhe fillon të konsumojë veten e vet më pas. Dhe prandaj shkakton dhe sëmundje të tjera, por kjo do të jetë një video tjetër. Sëmundje të ndryshme në organizëm, në trup e të tjerë. Dhe në momentin që për shembull ndodh kjo situatë traumatike, shumica e pjesës së shpirtit largohet nga trupi sepse nuk do të përjetoj këtë lloj traume dhe emocione kaq të amplifikuara dhe të vështira dhe të frikshme dhe intensive dhe të rënda, dhe largohet. Dhe ju dukeni si të shkëputur nga motivimi, nga realiteti, nga njerëzit, nga gjithçka, duket sikur nuk po jetoni. Pra jeni këtu, po nuk keni, si të thuash, pra vetëm trupi juaj është këtu. Ju e harroni. Në moment, pra, kjo ndodhi me mua, unë e harrova komplet çfarë kishte ndodhur, çfarë ndodhi të djeshmen. Dhe sikur këtë ditë unë rilinda dhe isha një person tjetër. Thjesht ky vendimi imi bëri të mundur që unë të filloja nga fillimi. Dhe gjatë kësaj periudhe që kisha një kohë periudhe që pauze, si thua, nga çfarëdo gjë tjetër dhe isha në shtëpi, ishte si një periudhë, si thua, rikuperimi, si t'jeni në spital pas një sëmundje traumatike, pas një operacioni të vështirë dhe ju thjesht keni këtë kohë për të rikuperuar. Gjatë kësaj periudhe, synimi im çdo mëngjes ishte të gjeja diçka si një motivim dite dhe të gjeja një lloj motivi që të më bënte të jetoja, që të më bënte të isha lumtur dhe të riktheja përsëri kreativitetin që më kishte humbur. Dashurinë për muzikën, dashurinë për artin, për të bukurën, inspirimin dhe entuziazmin që unë kam patur gjithnjë, por e humba, sepse shumica e përqindjes së shpirtit tim ishte larguar. Dhe dal nga dal çdo ditë unë fillova të gjej një synim. Ky synim në fakt ishte që unë të bëja të tjerë të lumtur dhe që të bëja gjëra që të tjerë do t'i pëlqejnë. Dhe kjo në fakt nuk është diçka shumë e drejtë, këtë e kuptova më vonë, sepse lumturinë dhe të gjitha këto ne nuk duhet i lidhim me gjëra të jashtme, por me veten tonë, sepse kjo është ajo që e bën të përjetshme, por kjo përsërisht një temë tjetër.
Mjafton që unë gjeta diçka që të më bënte të isha e lumtur të jetoja dhe të zgjohesha çdo mëngjes me entuziazëm si një fëmijë, çfarë do të krijoj sot, çfarë do të bëj sot, kë do të lumturoj sot, e të tjerë e të tjerë. Kjo ishte ajo që mua më riktheu atë entuziazmin mbrapsht. Por vjen momenti tani më që gjithë periudha që unë kisha harruar duhej ballafaquar apo jo. Sepse vërtet mund të bëni sikur nuk e keni parë, nuk e keni kaluar. Por ky nuk është shërim i plot. Kjo nuk është shërim në fakt, është thjesht mua më desh që të rikthehesha në trupin tim për të filluar shërimin. Pra në fillim mendova se kaq ishte kaloj, por jo, sepse edhe në ëndra dhe vazhdimisht më rikthehej që duhet ta ballafaqoja këtë gjë. Nuk mund të ikja, si të thuash, jo pa u lagur, por thjesht ideja që shërimi plot ndodh në momentin që ju e ballafaqoni. Dhe si e bëra këtë? Pak nga pak. Dhe filloni të më kujtoheshin fragmente, ishte shumë e vështirë në fillim, sepse dhe e mira është ta bëni pak nga pak, sepse nëse e kujtoni të gjithën menjëherë, do të jetë shumë traumatike dhe duket sikur po e përjetoni përsëri. Dhe mund të kaloni përsëri në atë gjendje. Dhe duke e bërë pak nga pak, aq sa mundeni, është si të konsumosh diçka pak nga pak, është si të filloni dhe për shembull nuk keni konsumuar për gjithë kohën e operacionit dhe sëmundjes, dhe filloni konsumoni gjëra të lehta, pak supë, çik sot çik nesër, e njëjta gjë është dhe kjo. Dhe pak nga pak do të kuptoni që vërtet do të shëroni plotësisht nga ajo që ka kaluar, duke reflektuar, duke i risjell dhe duke i ballafaquar, jo duke u fshehur, dhe duke i çliruar, duke marrë mësimin, duke filtruar çfarë ju mësuat nga kjo, dhe duke i çliruar me mirësjellje, dhe duke qenë mirënjohës, dhe duke vazhduar duke jetuar sigurisht, dhe duke vazhduar me motivimin tuaj sigurisht. Por e mira është që këtë motivim dhe këtë lumturi ta lidhni me veten tuaj, me diçka që është e përjetshme, vetja juaj deri në fund jetës. Apo thjesht me diçka që ju bën ju të lumtur. Dhe jo ta lidhni me gjëra të tjera, sepse kjo ishte temë tjetër pastaj që unë përpoqja të, si të thuash, jam pakës person që mendoj në radhë të parë për të tjerët, dhe ka qenë shumë e vështirë për mua të mendoja për veten time më pas. Por kjo është një temë tjetër, nëse doni mund të bëj një video për këtë, se si kjo mund të ndryshojë jetën tuaj, pra thjesht nëse jeni ky person që mendoni për të tjerët, si mund të ndryshojë jetën tuaj kur ju filloni i hidhni syt nga vetja. Përpara se të erësoj plotësisht, mendoj që ta lë me kaq dhe sigurisht mund të ndaj përsëri diçka tjetër që mund të ndjej të arsyeshme. Uroj që kjo të ndihmoj dikë. Dhe uroj që të gjithë të jenë të lumtur, të motivuar dhe askush të mos kalojë nëpër situata të vështira. Por edhe ato ndodhin për një arsye, ju do ta kuptoni këtë pasi i kaloni. Shumë faleminderit, shihemi në video tjetër, mirupafshim.